Siria i bashkohet luftës së Izraelit. Siria e shpat luftë Izraelit, akmarrje për Damaskun dhe Alepon. Në lindjen e mesme, sulmet e Hamasit dhe Hezbollahut ndaj Izraelit kanë krijuar tensionet e paimagjinueshme. Sot, Izraeli po lufton në 3 fronte në përgjigje të sulmeve nga vendet veriore dhe verilindore. Kundër sulmet militante të Hezbollahut nga krahu verior i Izraelit, kanë përshkallëzuar to sulme të nisura në ripin e Gazës dhe efektet e luftës janë përhapur në zona të tjera. Përpjekjet e Hezbollahut për sulmuar nga kufiri libanez, si dhe sulmet me raketa nga pala siriane, kanë shtyrë Izraelin të nisë sot sulme të rëndësishme në vendet më kritike të Sirisë. Këtu janë lajmet më të fundit se si kanë luajtur sulmet më dramatike izraelite, që nga fillimi i luftës, si dhe faza aktuale. Siç mund ta mbani mend, bomba të shumta mortaja shuodhen nga Siria në lartësitë e Golanit ditën e martë. Disa përpredhave kaluan në territorin e Izraelit dhe ulën në zona të hapura. Forcat izraelite të mbrojtjes, IDF, deklaruan se kishin filluar sulmet me artilleri në Siri kundër burimit të zjarrit Mordor. Më vonë atë ditë, 15 raketa u lëshuan nga Libani drejt Galiles perëndimore, duke ndezur sirenat në shumë fshatra. Sipas IDF, 4 nga raketat u kapën nga sistemi mbrojtjes ajrore Iron Dome, ndërsa pjesa tjetër u ul në rajone të hapura pa dëme apo lëndime. Hamasi mori përgjegjësinë për sulmin me raketa më vonë.